Është finalizuar pas një hetimi 2 mujor, operacioni i koduar Rotondo, i cili goditi një grup kriminal të përfshirë në trafikimin dhe shitjen e armëve të zjarrit. Shërbimet e Komisariatit të Policisë nr. 4, në koordinim me Prokurorinë e Tiranës dhe në bashkëpunim me forcat operacionale, arritën të dokumentonin veprimtarinë e palishme të këtij grupi, që dyshohet se i sillte armët nga Mali i Zi për t'i shitur në kryeqytet. Gjatë ndërhyrjes së forcave të rendit në vendin e quajtur Rrethi i Freskut, u bë arrestimi në flagrancë i 2 shtetasve që po transportonin armët me një automjet tip Volkswagen. Personat e vënë në pranga janë DJ, 31 vjeç, banues në Shkodër, i cili ndodhej në mjet si pasagjer, dhe FG, 22 vjeç, banues në fshatin Domje, i cili ishte drejtuesi i automjetit. Nga kontrolli i kryer në mjet, policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale 6 armë zjarri pistoleta të markës Sig Sauer. Gjithashtu, u sekuestrua automjeti që shërbente për transportin e tyre dhe 4 aparate celular, të cilët do t'i nënshtrohen ekspertizës për të zbuluar komunikimet dhe lidhjet e tjera të mundshme. Në vijim të hetimeve, policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim një bashkëpunëtor të tyre, shtetasin ES. Grupi hetimor po punon për kapjen e personit të shpallur në kërkim, si dhe për të zbardhur nëse ka persona të tjerë të përfshirë në këtë rrjet trafikimi. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për veprime të mëtejshme.